Edi Ramës dhe zonjës Balluku duket qartë që don zoti Rama të shpëtojë, sepse nuk mundet zoti Rama t'i thotë tanive socialistëve që shiko edhe kjo mbënte të njëjta gjëra kur ndërkohë Rama i jepte asaj në mënyrë të pa mohueshme çdo mbështetje dhe përkrahje publike. Çfarë tjetër doni të themi për zonjën Balluku në rast se do të bëj kërcënim te zoti Rama? Çfarë mendoni ju që mund të? Unë mendoj që do jetë në njëjtën linjë si të zyrtarët e tjerë socialistë, që ashtu siç më saktë, sikur e tha ajo vetë dje në parlament, që do vazhdoj, do përballet në qetësi dhe në diskrecion të plot me drejtësinë, duke pritur vendimin e formës prerë. Pra, unë po i besoj fjalëve të saj, po citoj më saktë atë që tha ajo. Jo po i besoj, po citoj. Zoti Ahmetaj, kur iku nga pozicionet e tij, u shkarkua edhe më vonë filloi procedimi dhe i kërkoi autorizim nga parlamenti që të arrestohej. Zoti Veliaj nuk u shkarkua, u prit dhe u vijua procedura e masë sigurisë arrest në burg. Tani unë bëj pyetje te një socialist i thjeshtë. Kjo zonjë akuzohet për 50 milion euro dhe prokuroria e posaçme e man jashtë. Ai që është i socialistëve, po ai njësoj, që akuzohet po për lek, se tani mos ngatroj me shifra se humbim diskutimin, po për shifra akuzohet po e nga e njëjta prokurori, po e njëjta gjykat e vendosi masën arrest në burg. Më thuaj ti, a ka diskriminim? A ka pabarazit? Po njëra dosi në janë tjetër avokat. Kush ta tha ty? Për të dyja flasin të njëjtë rast. Dëmi ekonomik. Për të dyja, shiko, nuk ekziston tek pjesa e dëmit vlera. Mjafton thjesht dëmi. Nuk na intereson vlera. Te Velia i renditeshin nuk e di sa episode. Ndoshta, mendoj unë, nuk është se... Po dhe kjo është që në 2021 kallëzimi penal. Dhe kjo është që në 2021 kallëzimi penal. Çe mbante prokurori kallëzim penal aty? Çe bënte freski bënte? Tani u gjetën provat. Çfarë donte prokurori të gjente provat? Pasi të vinin nga Amerika provat, pse në Amerika do vishin provat, nga Europa do vishin provat. Ktu i kishte provat. E më badje kishte edhe të paraburgosur person që i gjeti provat. Pra ju avokat thoni që zonja Balluku del nga kryeministria, por nuk hesht, Rama e shkarkon me pak. Tani Rama nuk ka rrugë tjetër përveç se ta shkarkojë. Ose mund të krijojë një incident politiko-penal. Shiko se është interesante kjo. Politiko-penal, sepse për herë të parë një zëvendës kryeministër pezullohet në një masë të tillë sigurie. Është një masë ndaluese. Nuk e kuptoj se si vajtën edhe kanë bërë këtë kërkesë. Nuk e kuptoj se si ka gjyqtari e ka marrë të mirëqend këtë kërkesën për pezullimin. Avokat, po kishte përja kanë blokuar pasaportën, mendon që mund kishte ndonjë kështu mundësi ratisje, e frikë? Jo, po edhe kjo është, sepse mbase unë mendoj se mund të kërkojnë tani autorizim nga parlamenti që ta arrestojnë. Pra duan, çfarë duan? Më dëgjoj çfarë duan. Që mos të bëhet e njëjta gjë me zotin Ahmetaj, këta bëjnë këtë gjë. Bërën masën fillestare të pezullimit, bërën masën e dytë që është ajo e ndalimit, dhe tani do bëjnë kërkesë në parlament që kërkojmë që të hiqet imuniteti sepse ne mendojmë të arrestohet. Po për mua, to manovra ishin manovra idiote. Pse idiote? Sepse ata që në fillim të aplikonin në 73 të kushtetutës, të kërkonin autorizim dhe në 288 të kodit të procedurës penale, të aplikonin me njëherë heqjen e imunitetit, dhe prokurori ishte i gatshëm dhe madje dhe i lirshëm të merrte ndaj zonjës Balluku çdo masë sigurie. Nuk ka nevojë të vendosë një masë sigurie të patjetër, po mjafton që ta hetosh, sepse zonja Balluku është zëvendës kryeministre, ministre, deputete. Pra ka 3 cilësi në të njëjtën kohë. Dhe ata në rast se duan që mos të jetë zëvendës kryeministre dhe ministre,
nuk mund t'ja pengojnë dot të qenurit deputete. Prandaj mendoj që ata e kanë nisur gabim dhe unë mendoj që kjo procedurë është një procedurë që shkel shtetin e së drejtës dhe sistemin demokratik në vend, sepse pezullimi i një funksionarit publik në këtë formë që funksionari publik vjen sipas asaj që ne themi të një delegimi të pushtetit politik që zoti Rama ka edhe ja shpërndan grupit të tij të Këshillit të Ministrave. Prandaj unë mendoj që për herë të parë kemi të bëjmë me një puç kushtetues dhe penal, nuk e di për kë duan të favorizojnë, po përsëri spaku po kërcënon themelet e demokracisë dhe shtetit së drejtës. Avokat, po, do më thënë, ju thonë që pasi të dal nga